çka do të vepron Abdullah ibn Zubejri në pikat të shkut. Abdullah ibn Zubejri tash i ka ardhur shonca që ta realizon ëndrën e pejgamberit Allah. Cilin ëndrën që transmeton tezja e tij, Aisha nona e musliman, që pejgamberi Allah pasi hini në Qabën, e shiqoj Qabën dhe i tha: ja Aisha, o ja Aisha, mos më konë që i populli Mekas, popullit, janë rishtas në din, kanë hirë frik në din, do të kisha rënu Qabë. Pse ja Rasulallah? Tha dhe do të kisha ndërtun themelët e babës ton Ibrahimit a.s. Se ato kur kanë përpiq me kasit të ndërtojnë Qabë në themelët e Ibrahimit, s'kan pas para halal. Mushrikët janë kujdes që mos shtin para në xhami vetëm halal, ndërsa kohën bashkohore drogirat marojnë xhami. Tha para ta i bëngon e Mekasit, s'kam rri pare halal me ndërtun themelin e Ibrahimit, e kanë zvoglu Qabë. Pastaj çka kishe pas dëshirë ja Rasulallah? Tha dhe dera që janë nalë ta kish në zhrip në tokë, dhe që kisha maru didir. Prej njënës hinë musliman e të qetra dal, e kuptun pse didir, pse derën me zhri poshtë. Tha se mos dveqohet qabja për mbreta, po t'hinë ta musliman të gjithë, nga se qabja nuk është e mbretave, po qabja është e musliman. Dhe Abdullah ibn Zubejri, pasi u gjek qabja, e mor këtë iniciativ që ta realizon ëndrën e pejgamberit Allah. Filloi të rënoj Qabën. Mekasit u frikën dhe dulën prej Mekëntaj. Abdullah ibn Zubejri me kanë do të rënon pjesën që ka met dhe me kanë do të ndërton. Ndëgjo se është shumë me rëndësi. Pejgamberi Allah ka thonë me një hadith, si kur që peshof një rob etiopian me kom zeshkan, me kom të holla, që me kas po e rënon Qabë. Abdullah ibn Zubejri lip në Mekke një rob etiopian, ja jep dorë kasbën dhe thot ngritu, prishe Qabë, që të ndërtojmë themelët e Ibrahimit a.s. Nga se Abdullah ibn Zubejri ka pas dëshirë që pas këti rasti mos të rënoa Qabë. Do të vejnë shenjët e kiametit të vogla që endes janë realizu. Do të flasmi për etiopianin cili do qëtë që të rënon Qabën, apo ka qenë konë Abdullah ibn Zubejri. E rënon Qabën dhe merë me dorën e ti gurin e zi, që ka qenë i barë, i zbritur prej xhenetit Allah, që ka fillu guri mu kris prej të mshumëve shumë të Qabë. Qka ban Abdullah ibn Zubejri? E mbështjel gurin e barë apo të zi, që kanë zi gjonat e bive të Ademit, e mbështjel me argjend sot e kësaj dite ki model kamer. Dhe pasi që e ndërton Qabën, e mbulon Qabën. I pari që e ka mbulu Qabën është Abdullah ibn Zubejri. Abdullah ibn Zubejri e realizon ëndrën e pejgamberit Allahut edhe në kohën kur është më kritik.